Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Partia më e madhe maqedonase në pushtet VMRO DPMNE përjashton mundësinë e zgjedhjeve të parakohshme. Zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit Aleksandar Nikolovski deklaroi se pas zgjedhjeve lokale nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare. Ai paralajmëroi përqendrimin e energjive drejt pastrimit të gjyqësorit dhe prokurorisë dhe llogaridhëniet gjithë atyre që abuzuan me pushtetin. Sipas Nikolovskit, mandati i qeverisë do të jetë deri në vitin 2028. Presidenti i Kosovës bën thirrje për formimin sa më shpejt të qeverisë së re. Unë shpresoj shumë që do të kemi sa më parë qeveri të Republikës së Kosovës me mandat të plot kushtetues, sepse siç e dini qeveria në detyrë ka kompetenca të limituara sipas ligjit. Vjosa Osmani shpreson që partitë të gjejnë një gjuhë të përbashkët për arritjen e një marrëveshje në formimin e shumicës qeverisëse. Dhe tani nga data që është nominuar janë 15 ditë, natyrisht që afatet rrjedhin, mirë po negociatat për koalicione bëhen vetëm ndërmjet partive, apo në rastin konkret edhe mund të bëhen edhe me deputet, por janë diskutime mes partive politike në të cilat si presidente nuk do duhej të ndërhyja. Mandatin për formimin e qeverisë ka kryeministri në detyrë Albin Kurti. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Presidenti i Republikës Kosovës mbështet protestën që do të mbahet në Tiranë në datën 17 tetor në përkrahjet e ish-krerëve të UÇK-s të mbajtur në paraburgim në Hag. Vjosa Osmani tha se institucionet e Kosovës vazhdimisht kërkojnë të respektojnë parimet më të larta të mbrojtjes së të drejtave të njerëzit. Kosova dhe më konkretisht krerët të cilët tani përballen në Hag, pikërisht pse kanë pasur besim në drejtësi, janë paraqitur para saj, tashmë po bëhen 5 vite, pas një dyshim në drejtësi ndërkombëtare, por ne si institucionet e Kosovës vazhdimisht kërkojmë që parimet më të larta të mbrojtjes së të drejtave të njerëzit dhe lirive themelore të respektohen. Kreu i shtetit në Kosovë nënvizoi edhe një herë se lufta e UÇK-s ishte e drejtë. UÇK ka mbrojtur me dinjitet qytetarët e Kosovës dhe drejtësinë e kësaj lufte do ta mbrojmë deri në fund. Lufta e ushtrisë shërbimtare të Kosovës ka qenë luftë e drejtë për liri, luftë për ta mbrojtur popullin ton, luftë për ta çliruar Kosovën nga okupimi që ka zgjatur për shekuj dhe luftë që ka pasur në fokus mbrojtjen e pragut të shtëpisë dhe mbrojtjen e qytetarëve të pafajshëm, të cilët sulmoheshin, vraheshin dhe masakroheshin nga ushtria serbe. Reagimi i presidentes Osmani erdhi gjatë vizitës që pati në klinikën e onkologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Thirrjeve për pjesëmarrje në protestën e 17 tetorit në Tiranë u bashkua dhe ministri i jashtëm e Shqipërisë. Në hijen e erojit kombëtar, ne do të protestojmë kundër padrejtësisë që prek të gjithë shqiptarët, çojnë zërin tonë në Hag, duke kërkuar kthimin e lirisë të çlirimtarëve, shkruan Elisa Spiropali. Mëtej, ajo kritikoi gjykatën speciale, e cila po kërkon të përmbysë historinë dhe të përdhos sakrificën e çlirimtarëve të Kosovës përmes padrejtësive procedurale dhe paraburgimit të zgjatur pa gjyq. Kur sot ka vetëm një grusht akuzash të pabaza, të pafaktuara, produkti një raporti të diskredituar, tani më si prodhim fantazie nga hetimet serioze kombëtare dhe ndërkombëtare. Shqipëria do të vazhdojë të jetë një zë i fortë dhe i pandashëm në përkraje të Republikës Kosovës, por dhe në denoncimin e kësaj padrejtësie deri në kthimin në shtëpi të luftëtarëve, shkruan Ministria e Jashtme e Shqipërisë. Bota. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte paralajmëron se SBA po sjellin armë dhe fuqinë më të madhe shkatruese ushtarake për NATO-n dhe Ukrainën. Firepower coming out of our defense industry, which is so important, and we are doing everything collectively to keep Ukraine strong. Ka fuqi zjarri që del nga industria jonë e mbrojtjes, e cila është shumë e rëndësishme dhe ne po bëjmë gjithçka kolektivisht për ta mbrojtur Ukrainën të fortë, tha Rutte në praninë të sekretarit të luftës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Pete Hegseth, i pranishëm në samitin e ministrave të mbrojtjes në Bruksel. Hegseth nënvizoi se nga presidenti Trump kanë mësuar se paqen e arrin kur je i fortë, jo kur përdor fjalë të forta ose tund gishtin, e arrin kur ke aftësi të forta dhe reale që kundërshtarët i respektojnë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.